Policia e Tiranës ka finalizuar një operacion të koduar lockdown pas një hetimi 2 mujor me metoda proaktive. Operacioni goditi një grup kriminal të përfshirë në trafikimin e armëve të zjarrit nga Kosova drejt Tiranës. Gjatë veprimeve u arrestuan 39 vjeçari me iniciale GN, 48 vjeçari me iniciale RR, 49 vjeçari me iniciale KC dhe 45 vjeçari me iniciale AC, të katërt banues në Tiranë. Hetimet tregojnë se personat e arrestuar sillnin armët në Tiranë, ku më pas i modifikonin dhe i magazinonin në ambientet e zonës së Selitës. Në kuadër të operacionit u sekuestruan 8 armë zjarri, 5 pistoleta dhe 3 automatik, një armë gjuetie, krera dhe municion luftarak, 3 radio si ato të policisë, një jelek multifunksional si dhe 9 celular. Materialet procedurale janë dorëzuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë për veprime të mëtejshme. Policia njofton se hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale janë ende në vijim.